gjithë teritorin e Kosovës, por në anën tjetër dëmi është i jashtëzakonshëm. Në anën tjetër kemi ikje, e di që edhe vendet tjera kanë ikje, po për Kosovën është jetike që aj pak tru që varet pse ikën. Sigurisht, nuk është Kosova që nuk do të mund t'i absorbonte sidomos një pjesë të trurit që është, po them fatkeqësisht edhe për shkak të 90-tave të sistemit arsimor dëmtuar, nuk është se kemi kapacitetet më të mëdha në botë që të mos mërzitemi se po na ikin mjekët, po na ikin inxhinierët, u larguan gjithë profesorët e rinë të shkencave teknike, dhe Kurti nuk e çon hallin fare për këtë punë, sepse është një ideolog që tenton që të mbetet në histori se ai bëri Kosovën të majt dhe do i luftojmë me çdo kusht të djathtë. E ka futur as thellë këtë çështjen e luftës ndaj të djathëve, sa penetron gjithë atë makinerinë fashiste që unë e quaj, të Facebookut edhe që kushdo që mund ngrej kokën me argumentin që mund jetë bindës para qytetarëve, do të godasin pamëshirshëm, sikurse në mënyrë virtuale po e çoni në spaq diku. Po në spaqin e Facebookut, në spaqin e Instagramit, kushdo kush mund ta godas një njeri që është kundër. Po t'ishte puna, vetëm një gjukam, po t'ishte puna vetëm të temi dëmi, temi në jetën virtuale, atë po e merrnin parasysh. Po kam frikë se dëmet janë konkrete, në momentin që ju thoni që janë bllokuar vetëm nga Bashkimi Evropian 850 milion euro fonde, Rama është duke bërë balerinën që t'i marri ato 1.1 miliard nga fondi, që quhet ky fondi tani për zhvillimin e Ballkanit. Jo, për këtë për zhvillimin e Ballkanit që merret nga vendet që janë Millennium të antarësimit, që është fondi Economic Growth. Jo, kisha ndërlidhjen e goditjes. Është duke bërë balerinën që t'i marri. Jo, goditja është duke bërë heroin që t'i goditja ka të bëjë me ngulfatjen e demokracisë, se kuptoni kur keni një armatë fashiste të milicisë Facebookut që godet secilin, është shumë vështirë që të ngritet shoqëri civile, debat demokratik, të ketë një media cilat janë të investuara në jetën demokratike. Është fillimi i fundit për këtë pushtet. As edhe në opozitë. Ne ta diskutojmë, ndoshta ke pjesën e dytë. Kemi pjesën e dytë, ta shohim se do vi fundi, sepse që të vi fundi duhet kesh. Jo, erat duken. Duhet kesh edhe një rival përballë. Po pra, projekcioni ti e kishe në editorial. Po, ta flasim në pjesën e dytë. Në aspektin ekonomik, në emër të ruajtjes nga korrupsioni, ka patur një ngrirje të gjithë mekanizmave financiar vetë shtetit të Kosovës për të investuar dhe për të hapur mundësi financimi dhe investimesh direkte nga jashtë, apo edhe iniciativat e brendshme të ekonomisë në Kosovë. Kosova ka diasporën më të mrekullueshme jashtë dhe edhe më aktive edhe më të fuqishme në fakt. Me tregoj dhe Haga. Me një traditë shumë të mirë në atë që quhet ekonomia private personale. Mirë, po aty janë ndaluar themi të gjitha mekanizmat dhe shfrenuar zhvillimi ekonomik i vendit. Nëse do të kishte një zhvillim ekonomik të vendit, do të kishim themi një rritje të cilësisë së jetesës në Kosovë, më thonim që ta diskutojmë njerëz mbase rruga e këtij mund të jetë interesante. Jo, shiko, njerëzit kur kanë për ngrënë, kur kanë për të pirë, kur kanë para, e shohin flamurin me sy tjetër. Po ne gjithë e kemi parë, të paktën në vendet tona, që po shkoj ekonomia keq. Po problemi është se ai atëherë vjen fundi. Problemi është se mu vjen keq se duket sikur vërtet ai po shkon në të njëjtin linjë që thuhet që i do aq shumë të varfrit komunizmi sa i shton. Dhe i ka shtuar realisht. Edhe ka thënë Regani këtë. Po, edhe ai patriotizmi në raport me Serbinë, bilanci është katastrofik. Pra Kosova jep shumë miliona Serbisë dhe mallat serbe vinë ende në Kosovë. Unë ta shoh edhe pak më ndryshe nga sensi patriotik. Okej, e nise aty që nise në veri të Kosovës. A ka sot qeveria e Kosovës më shumë suverenitet se ç'kishte përpara në veri? E shojmë me 12 tetor. E shojmë me 12 tetor. Ka një lloj rezultati, duhet pranuar. Po, rezultati është 2 incidente historike që ndodhen të dhunshme, e para u përplas Kejfori, ushtarët italian, të cilët u maltratuan, edhe nuk pati asnjë reagim. Kurse e dyta pati rezultat, ikën me bishën të shal militar, paramilitar. Pyetja që bëra unë ishte tjetër, Artur. Pyetja ishte, a ka sot qeveria e Prishtinës më shumë autoritet në veri të Kosovës se ç'kishte
para se të bëshin Postat i mbylli, zgjedhjet që Shtetet Bashkuara quajtën të njëanshme? Duhet bëjmë një dallim. Bankat i mbylli, postat i mbylli, ka ndërtu një sistem administrativ jo eficient, po ama ka një ngjyrë, është ngritur dhe flamuri shqiptar. Jo, është propaganda. Nuk mund t'i njëroj, për para së ndodhë të kjo. To nuk flasin për shtet funksional. Jo, funksionaliteti është tjetër gjë. Pa hyrë në detaje, tjetër është të vësh një territor nën kontroll, tjetër është ta integrosh. Vënia nën kontroll, askujt si ka interesu ka shumë, se në fundit pse e vënë nën kontroll në polici, në ushtri e tjerë, kërkesa ka qenë për ta integruar dhe ai ka ardhur për ta integruar. Ai tha, unë nuk do flas me Beogradin, do flas me serbët e mi në Kosovë. Në fakt ndodhi e kundërta, as me ato, as me këta, dhe gjitha në fakt vjekeqtem realisht ka patur shumë propagandë dhe serbët më shumë janë shkëputur nga Kosova se sa janë integruar. Dhe kërkesa ndaj qeverive të Kosovës ka qenë në vazhdimësi që t'i trajtojnë këta, t'i diskriminojnë pozitivisht. Pra qëllimi ka qenë për ta përfshirë brenda territorit, për ta menaxhuar ti, që kryeqyteti i Serbit në kufi me Serbinë tjetë Prishtina, të mos jetë Beogradi. A e kemi bërë në Serbin atje që të shofi Prishtinën si kryeqytet? Kjo është pyetja që do të shtrohet atij. Por problemi është se aty nuk është bërë një bilans real. Aty që gjë mbulohet me propagandë, edhe shoh edhe në Tiranë shpeshherë thotë ai hyri në veri. Ore në veri unë që më shef këtu në vitin në 2005, 2006 kam hyrë në veri, sepse e kam konsideru territor të Kosovës, kam hyrë si diplomat edhe nuk ka patur edhe nuk ka si problem. Ti mund të hysh edhe nesër. Hyrja në veri, ne nuk po hym në një shtet, edhe në Serbi hyn. Problemi është çfarë bën ti me veriun. Ku je ti në raport me veriun dhe çfarë ke bërë ti herë me qytetarët e tu. Sepse po bëhet një ndarje e brendshme mes qytetarëve, patriot dhe tradhtar, anti-amerikan dhe pro-amerikan, të varfër edhe pastaj një pjesë shumë e vogël e privilegjuar. Po mirë, shiko, nga pikpamja politike, një politikan që do të bëhet kryeministër dhe që bëhet kryeministër nuk është thënë të jetë element bashkues. Për shembull, unë ndonjëherë e kritikoj Ramën sepse tenton të bëhet më katolik se papa. Pra, ti në fund fare ti njëri politik. Ti nuk ke aty për t'i bërë gjithë me vete. Ti bësh gjithë majt apo ti bësh gjithë djathtë. Jo, ti aty për të qeverisur mirë vendin. E këtu është problemi që mendoj unë shohin amerikanët me Kurtin. Që shikojnë një person i cili ka fuqi politike, ka vota, ka mbështetje, po nuk e përdor për mirëqeverisjen e vendit. Nuk e përdor, është një vend i cili ka probleme specifike që nuk i ka Shqipëria. Sokol harrohet të thuash që ka serbë edhe në veri, po ka serbë edhe në jug të Kosovës. S'ka probleme me serbët në jug të Kosovës. Janë përfshirë në institucione, janë pjesë e asaj dhe nuk ka si probleme. Qëllimi kryesor ka qenë që Kosova të jetë një shtet funksional brenda dhe në raporte shumë të mira me Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuara. Këtu po flasim që Kosova, dhe u tha shumë mirë këtu, Kosova po humbet partnerin strategjik. Kush është partneri tjetër që e siguron ardhmërinë e Kosovës, sepse kush do jetë hapi tjetër kur arrin Shtetet e Bashkuara në gjithë këtë angazhim global që të shkruajnë 2 gishtë letër për Kosovën, një vetë shumë të vogël. Ndërkohë që Sahal e kanë, Sahal e kanë dhe e konsiderojnë Kosovën pjesë të gjithë arkitekturës së tyre të sigurisë e të interesave, kur ata arrin të bëjnë 2 deklarata njëra pas njëshëm, unë jam i sigurt që bisedimet, takimet, mesazhet e tjera prapa perdes kanë qenë shumë më të ashpra. Dhe koha do të vërtetoj se si do të vijojë më tutje Kosova. Uroj që Kosova të ketë vetëm një humbje, një largim nga detyra ose një të papunë si kryeministër për zotin Kurti dhe të mos ketë humbje të tjera në marrëdhëniet e saj me Shtetet e Bashkuara thanë që po kërkojnë një partner tjetër me cilin komunikojnë. Po cili mund të jetë ky partner? Për këtë flasim pjesën e dytë.